para 27 viteve, këtu në Rezall dhe në fshatrat përreth, u bë një masakër e pamëshirshme nga regjimi i Serbisë. Më 5 prill të vitit 1999, në Rezall të Skenderajt dhe në fshatrat përreth, u zbatua plani i shfarrosjes nga regjimi i Serbisë. Atë ditë pra, më 5 prill të vitit 1999, dje me burra, nga mosha 13 vjeç deri në moshën 90 vjeç, u ndan nga familjet e tyre, u plaçkitën, u nxorën dhunshëm nga shtëpitë e tyre dhe më pas u pushkatuan. Por kjo nuk i mjaftoi regjimit të Serbisë. Trupat e tyre i rrëmbyen dhe me trupat e tyre hapën varre masive në Serbi. Qëllimi ishte që t'i fshehin gjurmët e krimit gjenocidal. Por gjurmët e krimit nuk do të fshihen kurrë, e krimet e Serbisë nuk do të harrohen kurrë. Ato do të mbahen mend gjatë e përherë në kujtesën e familjarëve të tyre, por edhe në kujtesën tonë kolektive. Si institucionet të Republikës së Kosovës do të angazhohemi që të ketë drejtësi edhe për masakrën e Rezallës, por edhe për gjitha masakrat, vrasjet, dhunimet, shkatrimet e dëbimet që Serbia i ka bërë në Kosovë. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Zonja Agjiu, Tema tjera, lutem.